Një ngjarje të dy të vërteta. Edhe pse nuk ka ardhur ende vera, shkurti ishte një muaj mjaft i nxehtë politikisht. Tashmë rolin e opozitës mund të themi se po e luan më shumë spaku se sa vetë opozita. Pas shumë diskutimesh, mbledhjesh, por edhe debatesh të forta, më në fund Rama e lëshoi Ballukun, duke e shkarkuar nga detyra. Por ende mbetet e paprekur pasi ka imunitetin e deputetit. Por, edhe pse Balluku iku, duket sikur Berisha do i bllokoj rrugën. Protestat e ardhshme duket se do të përfshin edhe bllokimet e rrugëve dhe forma të reja të protestutarit. Ne kemi bërë shumë protesta. Mirë kemi bërë. Kemi treguar të themi muskuj. Nuk ishin ato që mund të rëzonin Edi Ramën. Edi Ramën e rëzon ajo lëvizje që ngjit aty dhe nuk shqitet më. Ajo lëvizje. Dhe ne do ta bëjmë atë lëvizje. Ne do ta kemi shumë të qartë. Edi Ramën e rëzon ajo lëvizje që devriskohet me greva, me protesta, me demonstrata, me greva urie, me të gjitha format. Nga ana tjetër, Edi Rama duket se i paska harruar protestat, saqë vetëm 21 janari i ja kujton atë. Ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj pjesë të pandartë të ekzistencës vet, që nga lindja ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës vet, mobilizimin e paramilitarëve, të cilët deri dje ishin qeta e liderit shpirtëror. Kurse tani më janë thjesht mercenarë të rekrutuar me lek nga rrugaçët e lagjeve, që veshin maska, fshehin fytyrën pas tabelave dhe presin sinjalin për të mbaruar punën për të cilën janë paguar. Balluku iku, por me Spiropalin çpatën. Pas shkarkimit të Ballukut, Rama bëri kurban edhe disa ndryshime të tjera për fshirë largimin e ministres së punëve të jashtme, Elisa Spiropali. Nuk u dha ndonjë arsye, por Spiropali nuk ka kurse si të mos jetë dakord me urdhrin e Skënderbeut. A u bë ajo kurban për Ballukun pasi me njëra tjetrën janë mike dhe rivale? Kjo mbetet për tu parë, po ashtu pritet të shohim rrugtimin e Spiropalit në Partinë Socialiste se çfarë kthese do të marrë. Kryeministri Rama duket se ka marrë një fushat ndaj drejtësisë kohët e fundit pas veprimeve të SPAK-ut. Kjo ka shkuar deri te kërkesa për ndryshime ligjore, duke rrezikuar një ndërhyrje në pavarësinë dhe efikasitetin e drejtësisë dhe një hap prapa në luftën kundër korrupsionit dhe favorizimit. Nëse ligji ndryshohet, do të dëmtojë barazia e të gjithë qytetarëve para ligjit, pasi një grup zyrtarësh do të përfitonin privilegje. SPAK dhe gjykata speciale janë bërë kërcënim për pushtetin e Ramës. Përveç Ballukut, janë paditur ose dënuar edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, disa ministra dhe zyrtarë të tjerë të rëndësishëm. Sajmir Korreshi duket se ka marrë rolin e demaskuesit të çdo pjese e cepit të Shqipërisë, e cila po bëhet gati të shkojë në Europë. Kjo është perla e radhës. O drejtoreshe Mijës, hajde pak me mua, hajde se tregoj unë. O drejtoreshe Mijës, është morgu funksional. O drejtoreshe Mijës, hajde. Tu ke ka njerëzit. Hajde tu të shikosh, ja, urdhro. Ktu njerëzit dhe morgu. Dakor? Shikoj çik se keme urdhro. Hajde lyej çikës. Hajde hidhi një stres, e keme Ky është spitali pra. Do ta fusun kemë këtu se sa ku është. Na. Shikoj çik këtu. Shikoj. Shikoj ku e ke. O drejtoreshe Mijës. Spitali Atlantik do ti? Urdhro. Hajde këtu. Hajde, shiko. Shiko çik spitali Atlantik, shiko. Shiko çik spitali në Lush. Shiko, morgu. Me sa duket, Shqipëria Euroatlantike ka ende punë për të bërë e ashtu për të pastruar. Prandaj kujdes tani e tutje. Mos e teproni shumë cepave të rrugëve apo në lan, se do futemi në Europë. Betejë e brezave quhet kjo për të cilën do të flasim tani. Josefina Topalli versus Zegjine Çaushi. Ndjekim pak Josefina Topallin si fillim. Të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste
në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. E shpejt u tregua edhe Zegjineja, së cilës nuk ja ha qeni shkopin. Dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderi doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në atë epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Faleminderit. Ndërkaq pas Jozefinës, fatin e kishte Gazbardhi të binte në gojën e Zegjines, e cila nuk e kurseu as pak si çdo herë tjetër. Kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo erdhe në Fier këtu më shik tej, shiko në sy. Po, shikoj illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali lagjes. Për këta erdhe ti, sepse ty nuk pati Fierak të hapte derët, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. Zegjineja vazhdoi edhe më tej. U kalove gjyshërve atje në Patos edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhanë ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falemnderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu yll. Pavarësisht se kishte premtuar se historia me Gazbardhin kishte përfunduar në fushat, duket se ajo nuk ka mbaruar ende.